vëllezër besimtar, e lusë Allahun xhalleshanu që në këtë fund vit, në shtëpiat e besimtarve, mos me ekzistue bredhi, i cili në paganizëm është Zot. Pagant bredhit i kanë thonë Zot. E nëse na e morëm bredhin e shtina në shtëpia tona, atëherë e kemi ndjek një rit fetor pagan, e kemi morë Zotin, hasha wa billah, edhe e kemi shtinë shtëpiat e tona. Edhe sa ma i madhë që u konë ai farë peme, e sa ma e rregullume që u konë, ata e kanë llogarit që sa ma i madhë është Zoti i bereqetit tyne në shtëpiat e tyne. E hajde llogarisëm na, ai për këtë muslimonit, me i thonë, unë e përshkoj për marë Zotin e bereqetit, e për shtijen shpe. Po, gjona e morëm për dekorime, po krejnë në regull, po të tjerë ta i bojnë veprimet e feve tona, edhe të kombi tonë ju, pse na mi bot tyne? E lusë Allahun xhalleshanu që muslimant mos me ngo me morë Pop Nikolën, i cili shumë frik, krejt vonë, u maskue prej një personi me këtë njekrën e bardhe, me këto teshat e kuqe edhe të bardha, edhe ju kalon emnin Boba i Dimrit. Që ky Boba i Dimrit, besimtar të nderuar, është Nikolasi, ku shko vllazni edhe motra në për diaspor, në për Gjermani, në për Zvicër, në për vetni pytni, që një prej netëve të fund vitit, Nikolasi ju bjen lodra, ju bjen shpërblime, ju bjen dhurata fëmijëve të tyre dhe ju len para dyrve. Ata hala i thojnë Nikolas. Nuk i thojnë Boba i Dimrit, sikur qysh ne kanë kamuflue, neve më ne i hup pak origjinën. Unë e lutna, mos me ngo familjarët e tonë, njerëzit e tonë, mule mja bo djallit, qikës e familjes, foton ma me rëndësi atje, në vendin ma të rëndësishëm, fotoja me Pop Nikolën. E familjes muslimane, e muslimonit edhe të muslimonës që folë namaz në ashta, që bën iftar dhe sëfër në ashta. Edhe asësi në asë një mënyrë dhe në asë një formë, mos t'ja lejojmë dhe mos t'ja arsytojmë vetës, asë në fund vete, asë një here, me kremtu dhe me festu, me alkohol edhe me gjonat ndalume. Allah xhalleshanu na i mënsof që këta hopat më dhaj, pa tjetër, duhet t'i bojmë na. Dhe edhe nëse, eventualisht, po i dhonë vetës arsye, që natë, me hongër dhe me pije, në emën të falenderimit ndaj Allahut xhalleshanu për mirësi që i gëzum gjatë këtij viti. E jo me njetin edhe me qëllimin e ndonjë festë të caktuar, sepse na si musliman shqiptar nuk kemi ndonjë festë caktuar në këtë fundvit. Allahu na udhëzoft, na bashkoft, edhe na mësoft që ti kuptojmë drejt edhe mirë të gjitha çështjet, kadal, pa zhurmë, pa urrejtje me zveti, me shku kadale, tu i largue, tu i kremtu tonat, tu i moj tonat, tu i largue të hujat, e normal tu i respektu se cilin besim, se cilin njeri, se cilin gjyrë dhe se cilin racë. Sadakallahu l-adhim.